E tashim të raca që thamë Brownsfis. Brownsfis, po. Po shijet me shqera. Kur kanë ardhur? Këtu kanë ardhur edhe ditë. Këtu kanë rrinë të na. Ja kanë kry karantinën, dërsa të na, për momentin që edhe ditë. Ki ble kesh, apo me parën dorë, apo si ki ble? Jo, përmes bankës, pëse kemi përfituar për Ministrisë Bujqësisë. A ke edhe diçka tjetër për Ministrisë Bujqësisë? Jo, vjetë kemi përfitu një makineri, kemi përfitu traktorin edhe rrezë solare. A me doni në zërim si përfaqës, atje Shtallësa? Shtallës, Po, folëm për sistemin e lirë, po. Mendojmë me to me fillu, po. do të shkoni me program, me projekt. Po me projekt. Cilat janë njohurit për Sfis Brown? Njohurit për Sfis Brown janë shëndetshme, janë të komod, janë fort, në sa i përket thundrave dhe të lorës që i kanë Holstein edhe tjera këtu nuk i kanë. Shumë pak, po janë ma qëndrueshme. Janë edhe alpine, po janë edhe për rafsh. Edhe për rafsh, po. Janë edhe për qumsht edhe për mish. Edhe për mish, po, dyjet. Me trajtime, me kujdes të duhur, sa mund të arrijet qumsht me prodhim të tyre? Të Brownsfisja? Po. Po dikun 25 litra qumsht. Besojmë që shkojmë për vitin e laktacionin e parë, dhe të laktacionin e dytë do të me shku manal. Edhe për sati do të pjellin të. Këtu jenë qëta 6 muaj gjytë 7, besoj që edhe 2 muaj gjithë. 50 plus 10, 60, apo janë edhe këto në kuadrë 50? Ja, këtu jenë ekstra këtu, 60 me këtu. 60 me këto? Po. A me do në rritje, prap, plus 60? Jo, ma shumë jo. Pse? Se për shkak punëtorëve, nuk ka punëtorë. Apo të nimojnë tjertë? Po më nimojnë, po, vave më nimojnë babi. Gjithë? Po. Edhe vogël? Po, edhe djemët. Kemë fillu ka pak mi morë me veti. Dhe mirë? Mirë shumë. Shumë, jemi të knaqën. Edhe me punë, edhe me shëndet, edhe me fitim. Me gjitha, se e kemë punë me njërë që qëtërë me halal, kërë që pa të rashe. Flanë. Shlirë. Shlirë. Borë që kujsi ke? Jo. I lumët. Faleminderit.